Ndërprerja e energjisë elektrike si në rastet e lajmëruara dhe të palajmëruara është kthyer në një shqetësim për punojësit e administratave të njësive vendore. Kryetari i rajonit 4 të qytetit Fierit pohon se ndërprerja e energjisë elektrike krijon fluks qytetarësh për marrjen e mjeteve të identifikimit, siç janë kartat e identitetit apo dhe të pasaportave biometrike. Unë duhet të them se edhe në njësitë administrative që janë në Bashkinë e Fierit, që janë të gjithë së bashku, mungesa e energjisë elektrike ka sjell shumë shqetësime, sepse në fundit ne kemi të bëjmë direkt me qytetarin ton. Her pas here ka pas ndërprerje të energjisë elektrike në orët e punës. Pra, kjo ndërprerje është bërë edhe pa njoftuar, domethënë paktën administratën e rajoneve, por edhe duke marrë masa të tjera, sepse aty mund të vendosen, unë jam i mendimit që Qezi apo kompania përkatëse që e ka këtë duhet të ketë dhe linjë paralele. Pra në qoftë se ka defekt në një linjë, duhet të vi pak energji elektrike. Shqetësimet kanë qenë të vazhdueshme. Këto janë krijuar edhe të certifikata, edhe të vjela e taksave, edhe të aplikimet, sepse pranë nesh janë dhe aplikimet e pasaportave dhe të kartave të identitetit. Pra vazhdimisht ne kemi dëgjuar ankesa nga qytetarët tanë, derisa ka rritur dhe me përplasje dera apo dhe me zënje, sepse ka munguar energji elektrike pothuajse vazhdimisht. Ndërprerja e energjisë elektrike ka shkaktuar dëme ekonomike si në sektorin shtetëror, por dhe në atë privat. Biznesi i vogël dhe i mesëm është ai që është prekur më tepër nga ky fenomen.